Nuk mjafton duke thënë se jemi kundër kësaj të keqeje. E disa të tjerë duke pritur shumicën. Secili shqiptar të ndihmojnë në mënyrën e vet. Më shembull konkret, familjet tashmë e kanë ritmin e rikthimit në rënjet e veta dhe po largohen nga keqja edhe zyrtarisht. Ta bëjmë realitet këtë mrekulli shpirtërore në favor të kombit. Trusnia slave dhe turko-arabe mbi shqiptarët synon zhdukjen e tyre. Historia shqiptare është e mbushur me shekuj qëndrese ndaj pushtimeve të huaja, të cilat kanë synuar jo vetëm pushtimin territorial, por edhe asimilimin shpirtëror e kulturor të këtij populli. Nëse ushtria qeveritare e Kosovës po fillonte një revolucion të mirëfillt për të dërguar atje ku e kanë vendin pushtuesit serb, lëvizja e Deçanit si Feniks po rikthehej në histori dhe po fillonte një revolucion kulturor të përmasave të jashtëzakonshme. Rreth 40% të rinjve më parë identifikohen si musliman se sa shqiptar. Kur ka qenë kjo në historinë e Kosovës? Se ndarja politike mes tyre. Le të votojnë e të përkrahin individët e partive që i preferojnë, por të cilët ndihmojnë drejtimin tonë. Asnjë drejtim tjetër nuk të provokon gjendjen emocionale, me plot sakrifica, batica e zbatica, sa nisman fjalë. Këtë iniciativë e nisëm si adhëtar, e jo si fetar të ndarë në katolik e musliman. Të gjithë jemi bashkë. Intelektualet duhet të inkuadrohen më shumë në këtë projekt madhor. Nuk mjafton duke thënë se jemi kundër kësaj të keqeje. E disa të tjerë duke pritur shumicën. Secili shqiptar të ndihmojnë në mënyrën e vet. Më shembull konkret, familjet tashmë e kanë ritmin e rikthimit në rënjet e veta dhe po largohen nga keqja edhe zyrtarisht. Ta bëjmë realitet këtë mrekulli shpirtërore në favor të kombit. Këtë veprim të madh historik e stabilizues. Sot asnjë komplot serb e ndonjë tjetër nuk mund ta ndalë këtë vullnet dhe këmbgulsitë shqiptarëve për të fituar këtë betejë vendimtare për fatin tonë të ekzistencës. Të gjithë ne kemi lindur për ta zgjidhur këtë problem sot dhe jo nesër. T'ju ndihmojmë pasardhësve tanë, që ata kur më të mos i sprovojnë mundësitë e as vështirësitë e kohës sonë. Ju faleminderit. Të nderuara motra, të nderuar vllazën, jemi këtu sot për të vazhduar atë që filloi. Rinia jonë, njerëzit tanë të vjetër e tri, vasha edhe burra. Fjalët këtu para këtij opinionit duhet të shkohen me ditë e javë, por nuk kryhen. Secili nga ne që jemi këtu dhe ata që kanë këtë jo ide, po këtë veprim, nuk kanë mujtë të gjithë këtu me ardhë, po ne duhet tash përcjellin veprën, punën dhe vazhdimin. Ishte kënaqësi kur profesor Veseli tha jemi 200.000 sot. Lufta vazhdon, mot jemi 400, pas 2 vjete jetim 1 milion. I kemi librat, e kemi Biblën, e kemi palin aty, i kemi Florin me gjithë vëlla, që fillojnë krishtenizmin, hecin, por me ra Biblës edhe i 100 herë o vështirë me mbajt shumicën e mbrëmësisë që kanë 2770 faqe. Por, secili nga ne duhet të marrë librin e librave. Kështu fillon fjalia e parë në Bibël. Prandaj, unë s'po zgjas, se kum fol në lëvizjet pajtimit e në lëvizjet e Europës për këtë tokë. Prandaj po ju la ju
që jeni pasmeje, që jeni matri, që këtu ka shumë më të menqur se edhe unë. Po e menqura është ajo ta duhem dhe ta ngrisim këtë lëvizje të na kthej aty ku i kemi rrajt, të pali dhe të Lori e vëllau i tij. Faleminderit shumë ju që e keni organizua, po ky organizim e din ata që e kanë fillua, duhet vazhdojnë në vazhdimsi, a brenda viteve, a brenda muajve, a brenda orëve, vazhdimisht mos mundon. Ju uroj shëndet, Zoti na dhash të mbarën ashtu si e kem nisë. Faleminderit. Faleminderit zotri Rokova. Tani një doktoresh në shkenca politike, në marrëdhënie ndërkombëtare dhe ish ambasadore e Republikës së Kosovës në Itali, ftoi doktoreshen Alma Lama. Faleminderit shumë dhe mirëdita të gjithëve. Është kënaqësi dhe nder i veçantë që jam e ftuar në këtë tubim dhe ju përgëzoj për 2 vjetorin e kësaj lëvizje. E di se ka pasur shumë armiq që në Gjenes, por kjo nuk është e re për mua, ka qenë tërësisht e pritshme. Sepse fatkeqësisht çdo iniciativë që ka në thelb kombin, rrënjët kombëtare, forcimin e identitetit kombëtar, vitet e fundit ose ndoshta edhe 2 dekadat e fundit, po përballet me kundërshti të mëdha. Kundërshti që nuk janë rastësore për mendimin tim. Kundërshti që gatuhen në kuzhina që nuk janë duan të mirën Kosovës, që gatuhen në Serbi, që gatuhen në vende të tjera, që kanë pasur përsynim për shekuj për zhbërjen e identitetit shqiptar. Unë personalisht nuk jam fetare, por besoj fuqishëm në lirinë e besimit, në lirinë e fesë, dhe besoj fuqishëm që shqiptarëve ju duhet ajo fe që nuk bie në kundërshtim me identitetin kombëtar. Që jo vetëm nuk bie në kundërshtim, por është plotësisht në përputhje me identitetin kombëtar. Që jo vetëm është në përputhje me identitetin kombëtar, por është në përputhje të plot me identitetin ton europian. Ne jemi në Europë. Historia jon, kultura jon lidhet në fakt me krishtërimin. Feja është më shumë se sa një besim, feja është kulturë, dhe kjo është kultura jon që kam bjetuar në përshekuj. 500 vjetë robëri nga perandoria osmane nuk kanë arritur të na ndryshojnë identitetin. Në fakt, edhe ata që kanë ndryshuar fejen me kulturë janë europian. Çfarë është kjo hata që para 2 dekadave, në fakt kur kam ardhur në Kosovë për herë të parë në vitin 2002, nuk kam vënë re asgjë, sepse nuk ka pasur asnjë lloj shenje të islamit radikal apo të islamit politik. Qofsha e gabuar, por unë nuk e kam pa. 15 vitet e fundit, kjo shihet kudo, fatkeqësisht. Dhe kush e financon, kush e paguan, kush e sponsorizon. Të gjitha këto janë tema të rëndësishme që do duhet të merrë shteti, por jo vetëm shteti. Në fakt janë intelektualët ata që duhet t'i prinë secilës iniciativë. Ka nevojë për iluminizëm, ka nevojë për rilindje kombëtare për mendimin tim. Këtij brezi, sidomos këtu në Kosovë, i bie që të bëjmë, të rikthehen te rilindja kombëtare dhe të bëjmë të njëjtat thirrje. Kthim në identitet, feja shqiptare të shqiptaria. Nuk është arkaike, është jashtëzakonisht reale, është e sotshme. Të gjithë ju që jeni këtu në sallë, sigurisht që këto i dini shumë mirë, i besoni, jeni të formuar, keni luftuar për këto, keni luftuar kundër regjimit serb. Fatkeqësisht betejë po humbet me të rinjt. Jeni dëshmitar kudo. Jo pse atyre ju mungon dashuria për vendin, jo pse ju mungon dashuria për kombin, por dikush në mendjet e tyre po bën shpëlarje masive të trurit, në fakt po përdor metodat fiks ruse.
për të përzier të vërtetën me gënjeshtrën. Jo ti thuash diçka e kjo është gënjeshtër fiks, kështu, po ta përzihesh, krijohet kaos në mendjet e secilit dhe e njëjta gjë ka ndodhur, kjo fiks ka ndodhur me besimin islam, i cili ka qenë i moderuar në Kosovë. Sot ti pyesësh të rinj se ku është kufiri mes një besimi islam të moderuar dhe islamit radikal apo politik, ata nuk e dinë. Dhe ky kufi në mënyrë të qëllimshme është zhdukur. Është zhdukur nga ata që e financojnë. Sepse të nesërmen, pastaj nuk do të flitet fare më për një islam të moderuar. Do të flitet për një islam radikal si e vetmja mënyrë e të besuarit. Dhe kjo është fatkeqësi për Kosovën. Është fatkeqësi për identitetin tonë, është fatkeqësi për ata çfarë kemi arritur, që është liria dhe pavarësia me miqt, është një lloj zhgënjimi edhe i tyre me ta. Por është edhe një gjë shumë e rëndësishme. Është në kundërshtim të plot edhe me vlerat demokratike. Instalimi një fryme të tillë që po ndodh vitet e fundit me përkrahjen e politikës, unë dikur kam thënë po flirtojnë. Sot po them me gojën plot, po bashkëpunojnë. Po bashkëpunojnë për vota. Në radhë të parë kanë interesin për pushtet, për vota, pastaj nëse bëhet keq, hajtë të rregullohet në ditë. Por në fakt, disa procese janë të pakthyeshme dhe siç e keni pa ju të gjithë, janë të pakthyeshme. Studimet po tregojnë që një pjesë e mirë, më duket e 40% e të anketuarve në bazë të një studimi të një organizate gjermane në Kosovë, ka treguar që rreth 40% e të rinjve më parë identifikohen si musliman se sa shqiptar. Kur ka qenë kjo në historinë e Kosovës? 550 vite. Unë po mundon të ta lexoj të pjesë, është historike, nuk është drejt për drejt propagandë, ndonë se propagandistët anti-shqiptar të vërtetën e quajnë propagandë. Trysnia slave dhe turko-arabe mbi shqiptarët synon zhdukjen e tyre. Historia shqiptarëve është e mbushur me shekuj qëndrese ndaj pushtimeve të huaja, të cilat kanë synuar jo vetëm pushtimin territorial, por edhe asimilimin shpirtëror e kulturor të këtij populli. Në rrjedhën e gjatë të historisë, shqiptarët janë përballur me dy forca kryesore asimiluese, armike, slavo-greke, nëpërmjet ndikimit të kishës ortodokse dhe turko-arabe përmes politikës së islamizimit të tyre. Kjo e fundit duke synuar edhe shkëputjen e shqiptarëve nga shtrati i tyre gjenetik, Europë. Slavët dhe grekët nëpërmjet kishës ortodokse. Duhet nënvizohet se procesi i ndërtimit të kishave katolike nga shekulli XI, në kohën që ndodhi skizma e madhe, deri në shekullin e 15 hasin rezistencën e kishës ortodokse slave, e cila suportohej dhe përdorej prej mbretërisë serbe me qëllim asimilimin e shqiptarëve. Njihen tashmë rastet e përshtatjes dhe ndërtimit të kishave ortodokse në vend të kishave katolike, shpeshherë dhe mbi rënojet e tyre, ku më tipikët janë kisha Deçanit, ajo e ndërtuar në Prizren, në Prishtinë, Nish, Shkup. Ndërsa kisha e Bejës, patriarkana, u bë një kryeqendër e kishës serbe, nëpërmjet cilës serbo-malezezët shtrin influencat e tyre duke dominuar të gjithë hapësirën veriore e perëndimore të Shqipërisë, Kosovën, kryesisht Kosovën dhe Manin e Zi. Kjo është arsyeja që ajo konsiderohet prej liderëve fetare e politik si zemra e Serbisë. B. Paradoksi më i madh është se slavët kanë nisur me kohë dhe vazhdojnë edhe sot e kësaj dite përdorin edhe xhamin për slavizimin e shqiptarëve. Kjo rëndom në zonat e Sanxhakut dhe të Malit të Zi. Edhe sot e kësaj dite ky proces fatkeqësisht po vazhdon, procesi i zhdukjes. Goditja e kishës nga konvertimi i popullatës arabënore në fenë islame u bë projekt prioritar i osmanëve në Ballkan. Pse? Jo si tek popujt e tjerë, tek shqiptarët. I ka dhënë një përgjigje shtërruese pashko vasa para 150 viteve. Kur thotë, nga gjithë popujt e Ballkanit, vetëm kopi shqiptar
ka treguar një qëndrim të përgjagjë e të vazhdueshëm kundër pushtuesve dhe zotëruesve të zotërimit otoman. Ky qëndrim i shkëlqyer dhe fitoret e mëdha të herojt nacional Skënderbej Kastriotit tërhoqën vëmendjen dhe admirimin e botës mbarë. Turqit, Osmanli, nga trimëri e pa shembullta të shqiptarëve, morën një mësim dhe vendosën që këtë popull ta bënin për vete. Një fillim me zor, pastaj edhe duke shfrytzuar natyrisht egon e tij. Dhe vëllezër. Para një viti, pasi që ishim konsultuar bashkë me Veselin, përveç tjerash, pata të tërheq një paralele mes daljes në skenë të ushtrisë qërimtare të Kosovës dhe lëvizjes Deçanit. Nëse ushtria qërimtare e Kosovës po fillonte një revolucion të mirëfillt për të dërguar atje ku e kanë vendin pushtuesit serb, lëvizja Deçanit si Feniks po rikthehej në histori dhe po fillonte një revolucion kulturor të përmasave të jashtëzakonshme, frutet e cilës pas 2 vitesh janë relativisht të qarta. Më lejoni që me këtë rast të lexoj një kumtes shkurt 2 faqe, besoj që do të ndihmonte më shumë kështu leximi drejt për drejt, që titullova Lëvizja e Deçanit dhe rikthimi kulturor i shqiptarëve drejt civilizimit perëndimor. Ky është një këndvështrim më tepër politik, sepse unë jam i specializuar në fushën e politikës dhe gjeopolitikës, por që ka një mesazh që prek sferën e mendimit politik dhe kulturor. Këtë vit, Michael Sandel, njëri prej filozofëve më me ndikim në filozofinë politike bashkëkohore, pra këtij filozofi ju dha çmimi Berggruen për filozofi dhe kulturë, që jepet çdo vit në Shtetet e Bashkuara për të nderuar mendimtar që kanë ndikuar në mënyrën se si njerëzimi të kuptojë veten dhe botën. Në reagimin e tij me këtë rast, në një fjalë rasti që mbajti, ai thotë: filozofia nuk është një luks akademik, por një mjet për të kuptuar vlerat që na lidhin si njerëz dhe si qytetarë. Në një epokë të polarizuar, ne kemi nevojë të rikujtojmë se debati moral është thelbi i demokracisë, jo kërcënimi i saj. Pse e vura në krye të kontesës? Sepse lëvizjen e Deçanit unë shoh ekskluzivisht si një platformë të një revolucioni kulturor dhe politik së bashku. Lëvizja e Deçanit, këtë raport të filozofisë politike me procesin e të kuptuarit të vlerave që lidhin interesat tona kombëtare dhe me civilizimin që i përkasim, jam i prirë pra ta shoh si një platformë kulturore politike që po mundëson hapjen e siparit të debatit në shoqërinë tonë mbi moralin si themelin e demokracisë dhe maturimin kulturore politik të kombit tonë në prag të rriveshtimeve të reja gjeopolitike. Nga besimi te përkatësia kulturore. Në fillim shekulli 20, në një Ballkan që po dilte nga epoka osmane dhe po hynte në orbitën e nacionalizmave të rinj, shqiptarët u përballen me një dilemë të thellë kulturore. Si të ruanin identitetin kombëtar pa u humbur në ndarjet fetare që perandoria i kishte lënë pas. Se jemi në rrugën e këtyre 3 elementeve për kthimin e identitet kombëtar. Por edhe këtu duhet jemi të kujdesshëm, sepse dikush nga miq nga panelistët para meje tha sepse po e humbim në mos gabojmë zonja Lama, tha me të ri. Dhe ajo që e ndjej si shqetësim dhe besoj e bashkëndjeni edhe ju, se të gjithë jemi një moshë goxha e shtyrë, ndoshta unë kam gati 50 e përpjer. Ne luftët duhet ta fitojmë me të rritët, me të reja. Në qoftë se ne kombi është vetëm ynë i gjeneratave që i kemi shkuar moshës së 2 dhe të 3, më mësoni se
kjo luftë është e humbur. Këtë duhet ta kthej të rinj dhe të rejat, por na shkojnë, siç u tha pra dhe merret mos e përsëris, në xhami. Dhe unë jetoj tani në Matiqan, kam një xhami politike që u tha nga një nga zëvendës ministrat e kësaj qeverie se ishte ndërtuar me financat e Serbisë. Dhe aty, çfarë ndodh, sa herë që vije unë për t'i sjell fëmijët e mi këtu në qendër në shkollë, aty fëmijët e mi më thonë, babi sot është e premte dhe duhet nisemi më herët. Një ditë prej ditësh, kur po shkoj të çoj fëmijët në shkollë, shoh se ishte mbuluar rruga, ishte vetura me numër 3, me numër 2, me numër 4, që vini jo nga Prishtina, por nga qytetet e tjera të Kosovës. Dhe me që u blokova aty për aty rreth gjysmore, hap derën dhe futem te dritarja për të parë se çfarë ndodh, pse ka shumë kjo mas. Me besonje them me përgjegjësinë njerëzore dhe intelektuale, atje kishte aq pak njerëz, ndoshta mos i spekuloj, 20-30 ishin mrena. Pra kishin dalë jashtë dhe ai besim, ajo falje ishte e qëllimshme për të krijuar imazh se nuk i zë xhamia, se nuk na zë. Pra duhet një vetëdije. Për këtë vetëdije duhet të shtrohet një debat i mirëfillt. Jo t'jemi ekstrem se prodhojmë edhe ekstremin tjetër. Po ne duhet flasim argumentet tona, e a i kemi, pa diskutueshëm se i kemi. Shqiptarët kanë pasur 3 orientime. Pra, orientimin perëndimor, që nis me Gjergj Kastriotin, vazhdon me Ahmet Zogun dhe me Ibrahim Rugovën. Dhe kishim qasjen panslaviste, për fat keq dhe e dim rezultatet e tyre, dhe po ashtu, atë e lashtë të tretën që për fat keq është më e shumta numërikisht, është qasja orientale, e cila gati se e zhberi qenjen dhe identitetin kombëtar. Në qoftë se vetëm një argument duhet t'u ofrojmë drive dhe treve, se shumica e shqiptarëve jetojnë më shumë ka shqiptarë që kanë origjinë në Turqi, se çka ka Kosova, Shqipëria, që shqiptarët tokat e veta. Prandaj, s'mjafton ky argument që t'u ofrojmë secilin. Pra, duhet t'jemi të argumentueshëm. Dhe e fundit, kush na çliroi? Kjo qasja e Shqipërisë, po e quaj shqiptaria evropiane. Ishin ata Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropa që na ndihmuan, që ne të çlirojmë dhe na çliruan. Mu kursyn në fakt nga ndonjë fjalë më e gjatë, sepse u tha shumë çka dhe shumë e bukur. Prandaj vetëm dua që Zoti Klekaj dhe ekipit të tij të dëshirojnë punë të mbarë në rrugtimin e tyre në interes të shtetit të ri të Kosovës, shtetit laik të Kosovës, në interes të kombit i cili është i cënuar faktikisht nga shumë rryma të ndryshme që po veprojnë në Kosovë dhe natyrisht përkundër faktit që Kosova si shtet i ri ka mundësu që të ushtrohen lirshëm lirit fetare, ka elemente cilët po i keqpërdorin këto liri dhe po i bojnë dëm çështjes tonë kombëtare, po edhe shtetit tonë. Prandaj unë jam i bindur që Zoti Lekaj me ekipin e tij do të bëjmë atë mirën për vendin e tij, për kombin e tij, duke informu opinionin për gjitha ato dukuri negative që po ndodhin dhe duke kthy prap kombin ton, ashtu si që e tha edhe zonja Lama, e cila pas luftës së Kosovës, kur erdhi këtu, nuk urrente kurfar dallimesh në aspektin kulturor. Për shkak se të gjithë ishin dhe ndjeheshin shqiptar, pa marrë parasysh fen, pa marrë parasysh krahinat dhe pa marrë parasysh ndoshta edhe përkatësitë politike. Prandaj edhe një herë në fund dua t'ju dëshiroj punë të mbarë, jo vetëm në këtë rast Zotit Lekaj dhe ekipit tij, por të gjithë juve që jeni të pranishëm këtu, sepse shoh shumë fytyra që janë meritore edhe për kontributin e tyre në të kaluarën dhe vazhdojnë edhe deri në sot. Faleminderit për durimin.